se kjo ditë padyshim e sjell një lloj optimizmi apo e ringjall optimizmin dhe i jep çdo besimtar dhe besimtare një fuqi dhe elan, i jep një lloj ambicie dhe vullneti për të vazhduar në punë të mira. Përkundër ndoshta mungesës së inkurajimit, përkundër ndoshta mungesës së mirënjohjes dhe shpërblimit nga ana e njerëzve, ndoshta edhe përkundër padrejësive të shumta që i bëhen, besimtari dhe besimtarja gjithmonë kanë shpresë të madhe tek Allahu se Allahu i mënduar herët avon do ta sjellë drejtsinë në vendin e saj. Prandaj ndodh çdo kujt këtë botë të bëhet e padrejtë. Nuk duhet padrejësia që na bëhet të na shtyn që ne të bëhemi të padrejtë. Nuk duhet që të na ushqej shpirtin e hakmarrjes, të ngutemi, të nxitojmë. Nuk duhet që padrejësia të na bën që të zhgënjehemi dhe të dekurajohemi apo dhe të demoralizohemi, por duhet që raste të tilla na japin fuqi dhe elan. Ne duhet të jemi të mirë, ne duhet të jemi të drejtë, ne duhet të vazhdojmë me punë të mira, ndërsa kushdo që ndodh na bën padrejësi, ose nëse ne i bëjmë dikujt padrejësi, Allah na ruaj. Ti me të kujdesshëm se Allahu i manduar gjithmonë i ndihmon njerëzve të drejtë. Andaj nëse ne i kemi bërë dikujt padrejt, të kujdesemi, të kërkojmë falje, halallak, ta kthejmë drejtsinë në vend. Nëse ne këtë nuk e bëjmë, Allahu i ndihmon atij, por pastaj na poshnon dhe na dënon neve. Dhe e kundërta mund të ndodhë gjithashtu. Prandaj kjo është dita e shpresës dhe optimizmit për çdo të shtypur, për çdo të keq trajtuar, për çdo njeri që i është bërë padrejt. Kjo është një ditë prej ditëve, një shenjë për shenjave që besimtarë dhe besimtare dhe njerëzve në përgjithësi u jep një optimizëm, u jep një sihareq, një lajm të mirë se Allahu i manduar nuk lejon që përjetësisht dikush të vuan në padrejësi. Mund të preken nga padrejësia, ndoshta mund të zgjat, por gjithsesi drejtësia dikur do të vëhet në vendin e saj. Prandaj të ruhemi nga padrejësia, mos të bëjmë padrejësi, nga se sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ruajuni nga padrejësia, nga se padrejësia shndrohet në errësira të shumta të dënimit ditën e gjykimit. Dhe faraoni e përdori pushtetin e tij dhe fuqinë e tij kundër Bani Israilëve. Ata ishin të dobët, nuk kishin fuqi që ata ti kundërvihen faraonit, por e kishin Allahun e mënduar, dhe Allahu nuk i la keq. Allahu xhalla xhelalu nuk i dorëzoi në dorë të faraonit, por i shpëtoi, duke u dërguar Musa alayhis salam si shpëtimtar dhe u ndihmoi që të kalojnë në pjesën tjetër të detit dhe me sytë e tyre pan se si po përfundon diktatori, si po përfundon zullumçari, si po përfundon ai që me të vërtet u kishte indësuar jetën, u kishte vështirësuar jetën me padrejësitë dhe me shtypet e bëra nga ana e tij.